mbrojtja e jetës. A guxon njerin me myt? A guxon njeriun, po tham njeriun, a? Jo muslimani, njeriun. E muslimani na guxon. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë prej mbi shtatin qiell: "Wa man qatala mu'minan muta'ammida", ai që myt një besimtar me qëllim. Çfarë dënimi ka? Jahannam khalidan fiha, për gjithmonë. Oni këtu që pështosh, se këtu pështosh, vjen advokati thot o kanë pak si i rrallë. Të neuropsiatrit qëjtë. A ne këne t'i japin 15 vjetë, ndrohet sistemi, ndrohet kushtetuta, ndrohet presidenti, e me 10 vjetë. Edhe do i gjojnë shërishfet, hajt me 7-8 vjetë, a i qetri ka hinë 10 i po jetësht. Edhe në kodë Serbijës që kështu o kanë, edhe që tash se me rishfet. Korruptojsh njerës, edhe qesin prej burgut. E prej burgut Allahut, a ki me mujt medal nëse ke marrë në qafë. Dikend. Prej burgut Allahut, edhe kuj ki me ju paraqit me rishfet. Ndëgjona Allahu subhanahu wa ta'ala që ka përna thëtë. Edhe përna lavdron: "Wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq." E nuk e mytin njerin, nuk e marrin qaf me mbytje të cilin e ka bo haram Allahu me mbyt. Vetëm me merit, me hak. Ka mbytët. Ose në luft ku lejohet mbrojtja e vatanit, mbrojtja e dinit, mbrojtja e mallit, mbrojtja e moralit, mbrojtja e pasunis, si kon që janë regullat në fejnë ton islam. Pra nej, walakum fil qisasi hayat, ajeti tjetër po thot të surës Al-Baqara 179. E ju në hakmarje, se hakmarjen se ban njeri privat, hakmarjen e ban qeveria, shteti. Se më janis privat, unë ty ti mu kur s'nalët. Se cilit shejtani i thot, ti e maj fort saj. As janë mytë para luftës, deri në 10-13 vetë janë mytë për një qenë. Një qenë një ka mytë qetrit, a i ka dale ka mytë atan. Ki mytë këta, ki mytë atan. Ki mytë atan, ki mytë atan. 10-12 mashkuj prej 2 kushërive, për një qenë kanë vdekë. Pse? Si cili peshe vetin shejtani për dhëtë, po ti ku je, ati për dhëtë, po ti ku je. Po ti ku je, po ti ku je. E hakmarja bëhet vetëm përmes institucionit shtetnor, këshillit ekzekutiv, edhe kryhet puna si pas regullit në islam. Se unë e kryova me duart e mija këtë kryes, e ti mu që me marrë në qafë, ti s'ki të drejt, edhe syt mja tut, mja friksu, mja bokshtuaj me friksu syt, as këto se gëzojsh të drejtet. Se ti e muslim, ti e musliman, po thot Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, por definicionin musliman, el muslim, definicion, a ju manet shkollave në men, definicion, regula, el muslim, men salim el muslimuna min lisani wa jedi. Kush është musliman? Musliman është ai që prej të cilit, prej dorës ti, janë në siguri të tjeret, kret janë në rahati, qa janë musliman. Asi mos janë prej te e rahat të tjeret, ti musliman jo. Allah i në vëzaft. Prandaj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, po thët hadithin të transmituar Sahih al-Bukhari, radiallahu anë, për mbytjen, marjen shpirtin në qaf, me dek, me myt njeri, ose vetin me myt. Man të radda min gjebel, fa katele nefsa, fa hua fi nari jahannam. Kush e myt vetin, shikotash, kush e myt vetin, shkon me një mal bjerë pinaltit, ose tash të ndërtesat e mlaja, prej naltit, për dritare, ati poshtë, si jetë mos akat tani. As për spital tani nuk jetë. E myt vetin, fa huwa fi nari jahannam, është në zjarëm të gjehnemit, jetë radda khalidan mukhallidan fiha ebeda, po silët me të njëjtën vdekje, si kur këtu që ka bo vetit,
edhe atje për gjithmonë jetë redda për gjithmonë në zjarr në xhenemit. Kallxaj muslimanit se në shpirtin qafe ke. Shpirtin qafe ke. Kushta ka falat shpirti që be gjujsh vetin. A keni vrejt vetin ti me gjujt? Me kap rrymën? Me hangër helmin? Me mshu vetis? Po ka dhe mbytjet nga dalshme. Pe dini këta? Ose atë qetërën me gjilban? Ha? Julinia e dini, ha? Hashashi dhe duhani. Prandaj ju jeni ata që e predikoni dinin e Allahut, e ngritet vlera moralit tek muslimanët. Prandaj jeta është sendi shtrenjtë edhe nuk ka të drejtë askush me e prek. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la hadmul Ka'bati ahwanu inda Allah min iraqati dami muslim. Me prish Ka'bën është gjunah më i vogël, mëkat më i vogël se sa me e bani gjakderdhjet muslimanit. Me prish Ka'bën, a shkojsh ti me prish Ka'bën? Ty më thonë, hajde prishna qëtë xhamin, a prishish? Po Ka'bën, Bejtullahin, tempullin e namazit të kret ummetit Muhammed, që para njerëzimit me laqet kanë reks fytyr tokës. E me prish, po thot pejgamberi Ka'bën, o mëkat, gjunah më i vogël se sa me marrë vendim me myt një musliman. Po dhe jo musliman, po jo musliman pra, edhe jo muslimanin zban me myt, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aty në u thuhet në gjuhën arabe dhimmi, kush e myt një dhimmi, një jo musliman, i cili jeton në mesin e muslimanëve, e myt një jo musliman që jeton në mesin e muslimanëve, pa faj, pa hak, se ato ka drejt vetëm qeveria me ndërmarr, e jo individet, pa hak e myt, po thot nuk ka me e një as erën e xhenetit, edhe pse era e xhenetit dëgjohet kaq larg. Nuhatët. Allah i na pështoft neve me rujt jetën tonë, me rujt dinin tonë, me rujt mendën tonë, me rujt mallin tonë, me rujt llojin tonë, me rujt edhe jetën tonë. Muslimant kështu e kemi rregullën na. Prandaj disa jetet Kuranit do t'i theksoj si shkurtazi kështu që të argumentohemi boll se çka do të thonë vrasja e njeriut. Allahu subhanahu wa ta'ala kriminalin më të madh të njerëzimit, ju keni dëgjuar, kriminali më i madh i njerëzimit është Firauni. Kriminali më i madh i njerëzimit është Firauni. Dushmani i Hazreti Musës. Masnai vjen dushmani i Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Abu Jehli. Ka thonë Allahu për Firaunin në Kur'an në suratu Ghafir ajetin 26. E ka çortue, shiko Firauni çka ka fol. Wa qala Firaunu, dharuni aqtul Musa wal yadu rabbah. Me lejoni ta mbyti Musën, ai le ta thret Zotin e tij. Allahu e ka çortue, kush jeti për me myt Musën? Pse s'e myti Musën, ha? Firauni ishte mreti mretnave, e shpalli vetin Zot. Musa ishte beb. E keni pa filmin e Musës ndoshta, apo tregimin e keni lexuar historinë e Musës në djepin e vogël, në tabutin e vogël, në drasën e vogël, në lum i vogël e do të rritet në pallat të Firaunit. Në pallatin e Firaunit është rrit. Pse s'e myte? Çai që rrit në pallatin tënd, ta rrotulloj pallatin tënd bi idhnillah. E po thot, masnai mas jo rrit, po thot Firauni, dharoni, me lejoni. Jo, s'kem shka me të leju në aty, ti je Zot, hiq pa të leju ti e krysh punën. A këftuat? Pse na me të leju e Zotit, na shka kemi me leju edhe mës me leju, ti je Zot, krye punën. Firauni lanetullahi alehi, Allah i malkoft ata, edhe kret kush janë si ata der ditën e kiametit, Allah i malkoft. Ndëgjoni fjalën tjetër të surës Maide 28. Dy të bita Ademit, Habili dhe Kabili. Kabili ka qenë katili, Habili ka qenë i mbyturi. Pe i thot i mbyturi, vllai vllaut, po i thot.
La imbasatta ileja yadaka li taqtulani. O Allah, nëse ti shtrish dorën në mu për me myti mu, ma ana bi basitin yadaya ilejk, unë s'kam me shtri dorën në ty për me të myt. Inni e khafu Allah Rabbel Alamin, se unë e kam frikën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në fillim Allahu njerëzimit i ka kallëzu, në fillim njerëzit e parë, këmbët e para në sipërfaqen e tokës, Allahu për në tregon për Kabilin edhe Habilin. Vllai vllaut për i thot kam me të myt. La aqtulannak. Ndëgjoni ajetin tjetër prej surës Ale Imran 21. Allah i po i qërton ata të cilët i kanë myt njerëzit pejgambert edhe njerëzit e mirë që kanë qenë mesazhe si pejgambert. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi adhabin alim. Po i mbytin ata të cilët po urdhërojnë në rrugë të drejtë e po i ndalojnë rreth në rruga keqe. Çata po i mytin, po thot Kurani, jep një myshde që kanë me kon dënim të rënd ata katil, ata kriminal. Subhaneke ya Rabbi. Kështu ka veprua o vllaznit e mi, keni harruar ju të rijit se na po harrem. Si cili popull për vetin e vetë, thot na harrem shpet, edhe na shqiptarët thojmë ka njëherë edhe na harrem të keqen shpet. Inshallah nuk e harrem shkavi shka na ka bo 100 vjetë. Inshallah këten se harrem. Më kujtohet baca Adem. Adem Demaci. Drashkovici të thanë në televizor, për 100 vjetë Serbia në Kosovë, 4 herë keni ba pastrim etnik. Etniqko qishqenje, 4 herë. Adem baca Adem për i thët Drashkovicit. Për 100 vjetë, me mija dhe me 100 mija kanë mytë prej populatës tonë. A kemi harrua? Wallahi, e kemi harrua. Wallahi, për shoqë e kanë harrua. 7 qytete në veri të Kosovës janë të Kosovës. 7 qytete. 7 qytete për kupje. Krshevacin, ku a Krshevacin? Ku a Nishi? Në histori ka me të molla kuqe për të Nishit. S'na intereson na. 700 fshatra shqiptare muslimane në dëbuar nga ato troje. 700 fshatra. Ose ku është Qameria poshtë. 800.000 banorë me 80.000 km2. Më falni, me 8.000 km2, pak ma e vogël se Kosova. Janina, qyteti kryesori Qamerisi, Qamva, 29 xhamia i ka pas, sa ka sot Prizreni, Janina, pyti trit në gjeografi, ko Janina shkon këqyre në Itali, hiq se di ku është. Pse? Se celulari se kalon të u folë me shoqet dhe me kolegët e shkollës. A tybe ku e di. E Drashkovicit për i thët baca Adem, vallaj, 4 herë kini ba pastrim etnik me i largua këtë populatën i cili është autokton të trojet e veta prej këti vendit. Kjo qka është? Se gjaku të ta unë i lirë, e të musliman ta unë kështu gjaku. Jo, vallahi, Osmanlit janë konë 500 vjetë në këto troje. Ata më pasbo pastrim etnik, as një shqiptar s'kish met në këto troje. Pse? Perandori Osmane, e pa shoqe, e pa konkurence. Mirë po dini Allahut, ata si ka mësua me shkua me bo gjakderdje me mytë. Dini Allahut i ka mësua, shkoni u dhëzonin në rrugë të Allahut, në rrugën la ilaha illallah, e bakshishin më të madhë që e kemi na prej Osmanlive, është dhurata më e madhe Allahu që na i ka dhonë për mes tyne, dinin e Allahut, la ilaha illallah, Allah i na i bëft partë të tyne, të partë tonë neve për xhenet inshallah ta'ala. Ja ejuhalladhina amenu, o ju besimtar, Allahu për në thot, o ju besimtar, o ju musliman, kutiba alejkumul qisasu fil qatla, për mu mbrojt jeta, duhet mu kon hakmarja, manë në mend. Për mu mbrojt jeta, duhet mu kon hakmarja.
që e gjakmarje. Po gjakmarjen dhe hakmarjen nuk e bën askush tjetër, as ka të drejtë me bën vetëm ligji, ekzekutivi i shtetit. Jo gjithkush, se nuk ka jeta njerëz me rëmuj, salamadi popullor që i thejnë, bën një Sicili shkatmun, ja kini kalasha, po, më shani njëri tjetrit. Ja, kështu Islami nuk la lejon. Apo ndëgjoj, nxënësat edhe në shkolla, po i marrin alltijat edhe po i marrin thikat e vogla me shpërthyje njëri tjetrin. Ajo dihet për çfarë arsye të gjithë e dini. Kjo dini jonë, vallahi. E fjala e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po thot: "Man ishtaraka fi qatl muslimin bi shatri kalimatin yati yawm al-qiyamati wa huwa aisun min rahmatillah." Kush merr pjesë, manë në mend këto ju duhet juve të rive, na vdesim juve ju jetë kismet. Kush merr pjesë në vllavrasje me një gjys fjale, jo gjys plumi, gjys fjale, merr pjesë në vllavrasje, ditën e kiametit vjen, nuk është në rahmet të Allahut, se ka bën krim në dënja. A ki qef më konë në rahmet të Allahut, a largë rahmetit Allahut. Allahi mës në lëshoft dore këtë popull, Allahi mës në largoft prej rahmetit ti këtë popull edhe neve, prandaj me pas kujdes në jetën e njeriut, se shumë e shtrenjtë është, e inshallah jemi ata që erujmë jetën e të gjithëve, e kemi për borç njëni tjetrit, ti mu, unë ty, ti mu, unë ty, se cilin njëni tjetrit, mi arrujt 3 gjëra. Jetën, manën mend, jetën, namuzin, moralin, namuzin, edhe e treta, pasunin. S'ki të drejtë me prek jetën e ti, s'ki të drejtë me prek namuzin e ti, s'ki të drejtë me prek mallin e ti. Kjo feja jonë. A ka ma mirë se me jetur në siguri? Wallahi, buke gjiz, buke kryp, e rahati. Mës me pas gajle, kush ku pët fshin. Mës me pas gajle, kush ku pët sulman. Prandaj, këtë sigurit madhe, Allahu e ka përmend në Kur'an, në surën që ju krejt e dini. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Quraysh, që kënem gjeth, ilafihim, rihlet e shqitai vë sajf. Masnaj, feljabudu rabba hadha l'bejt, alladhi at'amahum min gjua, wa amenahum min khauf. Po thët, Allahu për në thët, le të adhurojnë Allahun, kryusin e kësaj shtëpijet, qabës. Zotin e kësaj qabe le të adhurojnë ymeti, i cili ju siguroj ushqimin edhe ja u siguroj jetën. Se sigurimi i ushqimit edhe sigurimi i jetës janë 2 elementet pa të cilat nuk jetohet. Me pas pare shumë, me të majtë mshel mrenda se ndali shpi plumave, shka bëjsh? Ha? Po i siguruam je shumë, s'ki kërkun të kume hangër as një goj buk, shka bëjsh? E Allahu po thët, feljabudu rabba hadha l'bejt, alladhi at'amahum min ju' wa amenahum min khauf.